95% e tyre thonë mbyllet TikTok-u, tani 95% nuk janë socialistë. Shumë më tepër se 5% janë demokratë që kanë mbet jetim, por që prap s'kan ku shkojnë edhe rrinë atje mas kënetës, gjojnë zhurma atje, janë dhe të tjerë që nuk votojnë për ne. Por ama pse? Sepse menduan si prindër. Nuk menduan si demokratë si socialistë. Dhe pavarësisht se isha unë që shkoja në për ato takime, aty ishin lloj-lloj. Nuk e kishin mendjen fare ke partit. Nuk i dukesha unë fare si gogol i palës tjetër. Po më shifshin si njeriu që ka drejtimin e qeverisë dhe përfaqësuesin e qeverisë që ka mundësi t'i shpëtoj nga ajo mortje që ishte fut fëmijëve në trup. Edhe 95% vendosën për fëmijët. Tani pikërisht këtë gjë duhet bëjnë në 11 maj. Duhet vendosin për familjen dhe për fëmijët. Pse? Kush ka fëmijë, një prind që ka fëmijë në shkollë sot. As nuk duhet ta diskutoj fare që 11 maj duhet jo vetëm që të shkojë në votim, por të investoj që ne ty mbëjë.